Në kryeqytet kanë vijuar edhe sot protestat e organizuara prej disa javësh para selisë së kryeministrisë, ku qytetarë të ndryshëm kanë shprehur pak kënaqësi ndaj qeverisjes dhe kanë kërkuar ndryshime politike. Tubimet zhvillohen në mënyrë periodike dhe kanë pasur në fokus kërkesa për dorëheqje të qeverisë, ngritjen e një ekzekutivi teknik dhe ndryshime në disa ligje që protestuesit i konsiderojnë të debatueshme. Nga ana e saj, qeveria i ka komentuar këto protesta si të nxituara nga grupe me interesa politike dhe të ndikuara nga faktorë të jashtëm, duke theksuar se pakënaqësitë duhet adresohen përmes institucioneve demokratike dhe jo përmes presionit në rrugë. Ndërkohë, përfaqësues të opozitës kanë shprehur mbështetje për të drejtën e qytetarëve në protestë, duke akuzuar mazhorancën se po shmang debatin parlamentar mbi kërkesat e ngritura në sheshe. Situata mbetet e tensionuar politikisht, ndërsa protestat pritet të vijojnë edhe në ditët në vijim me pjesëmarrje të ndryshueshme dhe me kërkesa që mbeten të pandryshuara nga organizatorët.